Faqja Na ishte dikur sjell barcaletën, burri me halle dhe parashikimi i motit. Ishte një ditë gri, jo vetëm nga moti, por nga ato ditë kur edhe shpirti zgjohet pa dëshirë, kur kafeja s'të bën punë dhe problemet rin ulur në koltuk përballë teje, si mysafir që s'kan ndërmend të ikin. Një burr i trishtuar deri në palc rinte në një cep rruge, me shikimin humbur diku mes halleve, borxheve dhe mendimeve që s'të lënë rehat as natën. Papritur, i afrohet një cigane, me shall shumë ngjyrësh, sy të mprehtë dhe atë zërin karakteristik që tingëllon si lajm i rëndësishëm. Ta them fatin? Burri ngre syt, mendon pak. Çfarë kam për të humbur, thot me vete. Në fund të fundit, më keq se kaq, vështirë. Mirë, thot, ma thuaj. Cigania i merr dorën, e shikon seriozisht, e rrotullon pak, sikur po lexon jo dorën, por manualin e jetës së tij. Heshtje, dram, pritje, pastaj flet, me zë të thellë profetik. Mos ki frik. Burri gëlltit për shtymën. Po fillon, mendon, ja ku vjen e vërteta e madhe. Ret do të prishën, stuhia do të kaloj, dhe përsëri qielli do të kthjellohet për ty. Fjalë të bukura, shumë poetike, gati motivuese. Burri ndjen një shpresë të lehtë, një rreze, një diell të vogël diku në fund të tunelit. Por papritur, ndalet. E shikon ciganen drejtë në sy dhe i thot, me një qetësi therrse: "Zonj, unë kërkova të më thuash fatin, jo parashikimin e motit." Pauzë, heshtje totale. Edhe rret sikur u ndjen në faj. Cigania mbledh shamin, fatin, motin dhe dorën bashk dhe largohet, ndërsa burri mbetet aty, po aq i varfër në xhep, por pak më i pasur në humor. Sepse ndonjëherë, ajo që na duhet më shumë në jetë nuk është të dim çfarë na pret, por të qeshim pak me gjithçka që na ka rënë sipër. Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton Na ishte dikur.